Një projekt i ri në sektorin e shëndetësisë është prezantuar në Tiranë me synim për të sjellë një model të ri të shërbimeve mjekësore në vend. Bëhet fjalë për një investim i grupit San Donato, i cili konsiderohet ndër grupet më të mëdha spitalore në Europë. Gjatë aktivitetit të prezantimit, kryeministri Edi Rama vlerësoi projektin si një investim me rëndësi strategjike për zhvillimin e sektorit të shëndetësisë. Sipas tij, përfshirja e një grupi me eksperiencë europiane do të ndikojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe në krijimin e një standardi të ri të kujdesit shëndetësor. Sot në Itali, në Shqipëri apo kudo tjetër, ka një gjë që ata e theksojnë më shumë se çdo gjë tjetër dhe kjo është shëndetësia. Është fare e drejtë, është një sektor me shumë sfida, me shumë vështirësi, është një sektor që kërkon përpjekje të mëdha nga këndvështrimi financiar, nga këndvështrimi i reformave që duhet të zbatohen, por ama është gjithashtu një sektor atë që duhet të ketë për të qenë në lartësinë e kërkesës së qytetarëve. Rama theksoi se modernizimi i infrastrukturës shëndetësore mbetet një nga prioritetet e qeverisë, ndërsa investime të tilla sipas tij synojnë të rrisin mundësinë e qytetarëve shqiptar për të përfituar shërbime të nivelit të lartë brenda vendit. E nisëm punën me infrastrukturë jashtë çdo standardi. Kemi bërë goxha punë për të rindërtuar, për të nxitur më tepër mjekët apo infermierët, dhe kemi punuar për të kaluar nga një sistem që ishte dështim i madh drejt një sistemi që ka nisur të rrugtojë drejt asaj që është ambicia e qytetarëve shqiptar. Ama kemi ende shumë punë për të bërë për të garantuar cilësi shërbimi. Projekti i grupit San Donato pritet të jetë pjesë e një transformimi më të gjerë në sektorin shëndetësor, duke kombinuar ekspertizën ndërkombëtare me nevojat e tregut vendas dhe rajonal.